Katër personat arrestuar si pjesë në grupi kriminal që vendosën lëndë plasës në kabinën elektrike ku humbi jetën 67 vjeçari, nuk kanë folur para policisë. Hetuesit kanë arritur të sigurojnë provat mjaftueshme mbi përfshirjen e tyre ndërsa janë ende në pritje të provave të reja për të zbuluar se kush është porositësi. Shpresë mbeten telefonat e sekuestruar nga një ditë më parë, ku disa prej tyre janë dërguar në laboratorin kriminalistikës me qëllim hapjen e tyre. Viktima Hysni Ymera, i moshës 67 vjeç, nuk kishte asnjë precedent penal përveç përfshirjes së të vëllait në një vrasje rreth 20 vite më parë, por sipas verifikimeve vëllai i viktimës rezulton i lirë pasi ka përfunduar dënimin e marrë, dhe familjarët e viktimës nuk kanë ndihmuar policinë në Shkodrës për të treguar mbi dyshimet e mundshme, duke e lënë ngjarjen të orientohet drejt pistës së përfshirjes së të vëllait. Kamerat e sigurisë marrë informacioneve në kohë reale zbuluan se Gerti Bushati, Ergjys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergj Zefi qëndronin prapa shpërthimit me tritol, secili prej tyre kishte një rol të veçantë në krim, ku njëri kishte marrë pagesë ndërsa të tjerët organizuan lëndën plasëse dhe u larguan ku humbën gjurmët deri ku ato u ndaluan në ditën e parë të vitit 2026. Prokuria e Shkodrës do të kërkojë për ta masën sigurisë arrest në burg, e ndërsa nga zbërthimi i telefonave priten rezultatet e tjera për hetimin.